Tregu i automjeteve në Shqipëri gjatë vitit 2025 është karakterizuar nga diversiteti i gjerë dhe rritje e qëndrueshme, duke reflektuar preferencat, nevojat dhe kërkesat në rritje të qytetarëve. Sipas të dhënave të publikuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, automjetet e regjistruara gjatë vitit 2025 vijnë kryesisht nga disa prej shteteve më të fuqishme prodhuese në botë. Në krye të listës, renditet Republika e Kores me 21.4% të mjeteve të regjistruara, e ndjekur nga Gjermania me 15.6% dhe Italia me 15.4%. Një peshë të konsiderueshme në treg kanë edhe automjetet me origjinë nga Kina me 9.1%, Zvicra me 8.4%, si dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që përfaqësojnë 8% të totalit të mjeteve të regjistruara. Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, këto të dhëna tregojnë një treg automjetesh në rritje, të orientuar drejt një game të larmishme zgjedhjesh, ku kombinohen cilësia, teknologjia dhe efikasiteti. Diversiteti i origjinës së mjeteve pasqyron gjithashtu tendencat e reja të konsumatorëve dhe hapjen ndaj teknologjive bashkëkohore në sektorin e transportit rrugor. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor thekson se zhvillimi i qëndrueshëm i tregut të automjeteve shoqërohet paralelisht me modernizimin e shërbimeve të transportit rrugor dhe digitalizimin e proceseve në funksion të rritjes së sigurisë, transparencës dhe lehtësimit të shërbimeve për qytetarët.